Une, kur thash që i ke rujt tekse disa dhe i ke shëndru, nështë me vones, po i ke shëndru edhe në muzikë. Ata që Atëherë janë bo me muzikë. Atëherë kjo vija muzikore është kriju. Atëherë është kriju, krejt. Unë e di që ki shumë tekse, duke fillu edhe nga dashuria që i dedikon, po edhe luftës edhe emrave cilët kanë kontribu shumë. Cilin prej kongëve tua dhe vargjeve që i ke shkru prej shpirtit, na e kështë këndu sot që me ndru vetëm pak atmosferën e kretë saj që fjallim dheri me tash? Pak jam tip sentimental edhe Akim Ramadonin nuk... E pash kur flisë në tjerët? Akim Ramadonin nuk e kam njoft, mi po në emision televizion, për shkak se kur e posh se ishte një figur që ishte një epror ushtarak, një piktor, një shkrimtar, një njeri shumë dimensional, edhe që kisha orë me vdek për atë dheun, o emocionova shumë edhe duke shku të varë e Hakifit, të kajtë e këmë bëtë këngë. Dhe më thonë, na që kryojmë jem pak emocionale dhe dolem për botës. Doktor Florim, kjo e qëtë atë artin e ju i të mbrend shumë, s'ka nësia jem mjek, a i polisa që ka arti flanë mbrenda shpirtit tonë. A mundesh këngën për Akim Ramadanin pak refrenin me na këndu? është në përvargun tënd kam kaluar, për mes pikturash kam shtektuar në një bot, ku syri më nuk sheh, për mes malesh kam shtektuar zërin tënd për ta ndëgjuar, kur me zemër plot Kosovës i them. Mu shtershin syt nëse pushoj, lirin tande me andrue, malkue qov gjaku im, nëse mvrasin pa luftue. Pikoj gjaku nat kodrin, në sytë e ti mbet një dëshir, prap me le e prap me ra për lirin. Janë vargje që pa tjetër meritojnë duar të rëpitje. Natyrisht për shikus tanë në fund krejt emisioni do të kemi mundësi të ndëgjojmë edhe një këngë tuaj, Doktor Florim, por është shumë kënaqësi kur e dim që nuk e ke lanë me flejt atë pjesë të artit që e ke pas brenda vetës si fëmi. Ajo zhu rastësisht me një grup shoksh për shkak se kur këndojmë në për evente. Po në për evente, po në këto grumbullome, ata këngëtarë që janë këngëtarë kanë qef me më dëgju mu. Se duk në pak interesant, qysh? Se i doktor në atë shohim si doktor ty. Që ka të dëshirë. Ajo i ka ndodhe dhe të madhet Armend Recep Bagici, kur ka orë në ordinoncën time dhe ma ka bo kongën e parë, tha, leja fëmive, tha se ki zonën, po. Ta shumë në atë kohë i tregova që i kam pas disa tekste, disa... Edhe nuk e kam besu që në herë do... Po, edhe me zi ka branu me arë me folë për këtë pjesë, sepse është modest shumë edhe nuk dojke shumë me shpalot. Po, insistova shumë, faleminderit shumë që e pranove këtë pjesë. Natyrisht, unë e kam një grup të mjekve artista që her pasire në këtë ditë të rëndësishme kënoj me bojnë pak atmosferë dhe pse jo të ftojnë prap. Edhe faleminderit shumë.